Përshëndetje, gëzuar pashkëve të gjithëve. Sot do të tregojmë se si mund t'i bëjmë këto vezët, që do na dalin kaq bukur. Ndiqni video në vazhdim. Përshëndetje të dashur, mirë dhe mikesha, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Sot dua të tregoj një recetë tradicionale, pra sepse duke qenë se jemi edhe te pragu i pashkëve ortodokse, do të tregojmë se si ne i lyejmë vezët, pra si i bëjmë ngjyrë. Unë këtu kam zgjedhur ngjyrën e kuqe dhe ngjyrën e jeshile, po ju mund të zgjidhni siç e dini çdo lloj ngjyre. Pastaj do të ngjisim edhe këto ngjitset. Si fillim kemi vezët, mund të përdorni sa doni, ne këto kemi marr. Do t'i lajmë një herë, pra do i pastrojmë t'i lajmë mirë. Pastaj do t'i vëmë te uji për t'i zier. Si kemi lar vezët, do t'i vëmë për t'u zier. Një sekret këtu është që uji mos jetë i nxehtë. Dhe dy, të vëni edhe një pecet që mos thyen gjatë zierjes. Tani i vendosim brenda, pra me kujdes. Tani unë i vendosa, si që shikoni, nuk e kam mbushur shumë të nxerë, por kam bërë nga pak, pra 10 kam vënë në mënyrë që kur të zihen mos përplasen me njëra tjetrën dhe të thyen. Një sekret tjetër është edhe që t'i ziejmë në zjarr të avashtë. Pastaj e shikoni vetë, 10-12 minuta për t'u bërë, shikoni vetë, pasi çdo një vezë e zakonshme për t'u bërë. Tani është momenti ku do të lyejmë vezët, këtu do bëjmë vezë kuqe dhe këtu të tjetër do bëjmë vezët jeshile. Uji do të jetë i vakët dhe tani do të shtojmë edhe ufullën. Sa ufull do të shtojmë tu? 200 gram. Ja dhe era. Po ndihmon babin të hedhë bojën. Ja, boja e kuqe. Tani shtojmë, ja i ke dorën akome? I shtuam edhe ufullën. Do mbaru akome. I shtojmë edhe ufullën. Trazoje tani, merret lugën trazoje? Merret lugën trazoje. Po ja. Po e trazojmë. Bravo. Po këtu era që të edhëm të tjetër, në që ngjyrë të edhëm këtu? Jeshile. Ngjyrën jeshile. Jeshile, se më përqen jeshile. Edhe këtu edhëm ngjyrën jeshile. Po del dhe kafe këtu. Po duket kështu, po edhe është jeshile në fund. Edhe ufullën, më farëm dhe ufullën. Jo dhe të gjithë? Jo. Dhe trazohet tani, dhe shkojmë edhe ngjyrën jeshile. Ngjyra këtu jeshile. Po kënë qenë se e zezë jeshile. Po kështu të duhet ta shikëm nga afër. Pas edhe më shumë. Ja, shikon se dole? Nuk e jeshile u bë. Po ja tani, shikon se si futën vezët. I futëm këtu. Pra i futim vezët këtu. Tani e transferuam te ky taci, që të kenë mundësi që të mbulohen të gjitha nga lëngu, nga ngjyra. Dhe sa do të lijen, e keni edhe të shkuar të udhëzimet e letrës, pra mund të lexoni nga mbrapa dhe sa lijen. 6 minuta. Më duket. Këto janë për të kuqet, pastaj do shikojmë edhe për të jeshilet. Dhe pastaj era do vënë ngjitset. Pra në fillim e vëmë tek veza, pastaj e hedhim tek ujti, që mos na thyet. Tu bë jeshile. Vendosim njëri te luga, pastaj lëm tek. Po kjo është që S'ka gjullu pak, hop. Bravo, ashtu. kaj këta. Tani pasi kaluan minutat, shikojmë a janë gati apo jo. Dhe i pam dhe janë gati. A shikoni sa të kuqe që dolën? Dhe vendosim këtu tani për t'u tharë. Po të kishim një palë dorashka, nuk do të kishim marrë dorashkat. Jeshilet. Në qoftë se i keni bërë, më thoni edhe juve në çfarë ngjyresh i keni bërë, çfarë përdor dhe çfarë ngjyrës e preferuara juaj.
Tani, mbasi janë tharë vezët, marrim një letër, e bëjmë në vaj, jo shumë vaj pak, edhe fshim vezët që të na bëjnë të shndritshme. Në këtë mënyrë. Ja dhe përfundimi se si na dolën vezët. Pra është mirë që t'i bëjmë edhe me vaj, se duken shumë bukur dhe pastaj mund t'i dekoroni, mund t'i ngjyrosni si të doni sipas mënyrës tuaj. Dhe njerë, gëzuar Pashkët të gjithë besimtarëve ortodoks në gjithë botën. Ju dëgjofshim. Buona Pasqua.